Si mund të shpjegosh diçka që nuk e di? Si babai i 3 fëmijëve, unë mendoj që detyra jonë si prindër është të ndihmojmë fëmijët tanë të njohin veten e tyre, të njohin emocionet e tyre, të njohin talentet e tyre, të njohin cilësitë e mira që kanë dhe të bëjnë zgjedhjet sa më të mira për veten e tyre, të kujdesen për veten. Mirë po, si mund ta bëjmë këtë ne, kur nuk e bëjmë me veten tonë, nuk njohim akoma veten tonë, nuk dim akoma forcën e madhe që ne kemi për të bërë shumë gjëra në jetë, nuk njohim talentet tona sepse nuk kemi patur mundësinë që të tregojmë të gjitha cilësitë tona të mira që kemi. Në datën 31 maj te Hotel Dorositi në Tiranë, në eventin ton Kujdesu për veten, do flasim për këto gjëra, do fillojmë të hedhim hapat e para për një rrugtim shumë bukur që zgjat gjithë jetën për të zbuluar, për të njohur veten tonë dhe për të nxjerrë ato talentet më të mira tona dhe për të kujdesur për veten, për të mbajtur sa më pastër trupin, mendjen, shpirtin, për mos u dëmtuar më. Nëse dëshiron të përmirësosh jetën tënde, nëse dëshiron të fillosh të hedhësh hapat e para për këtë rrugtim, mundet të rezervosh vendin tënd dhe takohemi në Tiranë në datën 31 maj. Kujdesu për veten.